zoti Rama ka zgjedhur që të shpall armik, sigurisht atë që ka pasur ndoshta aleatin më të madh të tij. Noi kam filluar punë në moshën 7 vjeçare dhe gjithë qyteti im njohin kush jam. 7 vjeç m'janë çfarë duhet, m'janë bërë gjak të ndihmu familjen se kemi lind edhe jemi rrit një familje të varfër. Zoti kryeministër, udhëlleti im, zemrimi im është si i kretë qytetarëve të kësaj proteste. Lutja ime është mos dorëzona deri në fund, sepse çdo gjë e ka i fund. Qofse ne do paksohemi, qofse s'do të grumbullohemi, ky do fitoj betejën. Por ky s'mund ta fitoj kurrë betejën me njerëz të pastër si ne, gjithë bashkë. Si forma përcaktuese e qeverisjes së shekullit 21. Shpresat për një alternativë funksionale po shuhen çdo ditë, duket sikur po përjetojmë fundin e idesë të fundit të historisë. Në këtë kontekst, shumë e rëndësishme, në këtë kontekst, lutja ime është sa e thjeshtë, hajde e drejtë për drejtë. Në një botë autokratësh, a mund të kemi të paktën një autokrat dashamirës dhe me shije? Qeveri tranzitore, zgjedhjet të ndershme, ndryshimet e ligjeve, ndryshimet e kodit qellor, dhe pastaj e shohim se sa mbret do të bëjnë shqiptarët e diaspora. Dhe për sa i përket çdo buzëqeshje, çdo përqafim, çdo këngë patriotike, çdo hap që bën drejt protestës, i kujtojmë botës, Bashkimit Evropian, Amerikës dhe çdo lloj vendi se ky popull nuk ka humbur shpirtin. Sa më shumë bashkohemi, aq më e fortë bëhet shpresa. Sa më shumë bashkohemi, ja meriton më shumë. Le të mbajmë gjallë të shpresë, le të mbajmë gjallë këtë bashkim. Dhe le t'i tregojmë njëri tjetrit se nuk jemi vetëm, sepse kur zemrat bashkohen për një ideal, asnjë pengesë nuk është më e madhe se vullneti i një populli të bashkuar.
edhe e fundit. Të dashur qendrëstar, unë jam Rajtrefona nga Tropoja dhe vi nga diaspora. Vi nga Franca, nga një qytet e ta rëzojmë, me rrërën qënë pasëshorë, blokojmë, porte, blokojmë kuvend, Kryeministri gjithë shka, ta blokojmë qarkullim gjithë shka, se ndryshë nuk i kjo.